Ministrja e Punëve të Brendshme Gordana Jankullovska në një intervistë për televizionin Koha e pyetur për protestat e së premtes lidhur me gjykimin në rastin Monstra me burg të përjetshëm. Ka theksuar se është e drejtë çdo kujt që të shpreh pakënaqësinë. Jankullovska kërkoi që protestat të jenë të qeta dhe dinjitoze. Ne asnjëherë nuk kemi penguar protesta dhe nëse do të ketë protesta kërkoj që ato të jenë të qeta dhe dinjitoze dhe të mos ketë prishje të rendit dhe qetësisë publike, tha Jankullovska. Ajo është pyetur edhe për vendimin e gjykatës për të dënuar me burg të përjetshëm të akuzuarit në rastin Monstra. Me këtë rast, Jankullovska tha se nuk komentohen vendimet e gjykatës, por nënvizoi se çdo reagim apo pakënaqësi duhet të kanalizohet në mënyrë institucionale. Si ministër, mendoi se nuk është e udhës që të komentoj vendimet e gjyqësisë. Megjithatë, gjyqi punon në bazë të ligjeve dhe dëshmive. Gjyqi i shkallës së parë solli vendim dhe është mirë që të gjithë reagimet dhe pakënaqësitë të kanalizohen në rrugë institucionale. Çdo kush që mendon se vendimi nuk është i drejtë duhet të reagojë në institucionet e drejtësisë. Për ne si ministri ishte e rëndësishme që para fillimit të procesit gjyqësor të sigurojmë dëshmi dhe të argumentojmë padimë penale dhe praktikisht këtu përfundon involvimi ynë në rast. Me rëndësi është që gjyqi të punojë në bazë të dëshmive dhe argumenteve, kurse çfarëdo reagimi që të ketë duhet që i njëjti të kanalizohet në korniza institucionale, deklaroi ministra e Punëve të Brendshme Gordana Jankullovska në intervistën për televizionin Koha. Jankullovska në intervistën për televizionin Koha ka folur edhe për përqindjen e shqiptarëve në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ajo ka krahasuar periudhën para 10 vitesh dhe periudhën e tanishme dhe theksoi se është rritur dukshëm përqindja e bashkësive etnike, jo shumicë në këtë ministri. Intervistën me ministren do të mund të ndiqni me njëherë pas përfundimit të edicionit informativ të orës 21.